pras që asnjë këto mos ndihet të turuar, të largohet nga dheu i tij për të gjetur dinjitet në profesionin e tij. Në qoftë se ne zgjedhim integritetin, ne zgjedhim jetën. Le të mos dështojmë brezat që vijnë. Edhe një fjali të vetme, është koha për veprim, për ndryshim, the time has come to break the chain of corruption, pra është koha të thymë zinxhirin e korrupsionit. Together we reclaim the future. Së bashku ne pretendojmë të ardhmen. Faleminderit. Mirëmbrëma të dashur miq, vëllezër dhe motra kudo që ndodheni sonte. Ju uroj gëzuar festat. Mirëmbrëma doktor Berisha. Sonte, për te dritave të festas, jam këtu për të ndarë një dhimbje që na bashkon të gjithëve, gjendjen e Shqipërisë sonë. Në vend të shpresës dhe hapave drejt Europës, ne po përjetojmë çdo ditë zhgënjim. Jemi dëshmitar të një realiteti ku korrupsioni është bërë normalitet, ku policia ulet në gjunjë përpara bandave dhe ku ministrat zgjidhen dhe u shërbejnë grupeve kriminale. Po jetojmë në një vend ku shëndetësia nuk funksionon dhe qytetarët ndihen të pambrojtur përballë sëmundjes dhe arrestës. Ky sistem na ka lodhur, na ka varfëruar dhe mbi të gjitha po na zbras shtëpit nga njerëzit tanë të dashur. Dhe jemi këtu sepse kjo band, tashmë e konfirmuar dhe nga organet e drejtësisë dhe mbar bota, që drejton vendin ton, ka vjedhur dhe ka blerë votën e lirë. Sonte, po ju pyes drejt për drejt, pse ne e pranojmë këtë? Pse po heshtim? Me dhimbse kur shoh si shitet vota, ju pyes me zemrën në dorë, pse e shisni votën tuaj? Pse për një vend punët e përkohshëm pranoni të shisni dinjitetin? Po e shisni për një rrogë që nuk vlen asnjë gotë verë që pi kryeministri juaj, ndërkohë që juve nuk ju mjafton as për bukën e muajit e jo më për të rritur fëmijët këtu. Dhe këtu qëndron ironia më e madhe. Ju sakrifikoni dinjitetin për të vend pune, por në fund të muajit jetoni me remitancat dhe ilaçet që ju sjellin fëmijët nga emigrimi. Po ata fëmijë që ju vetë i keni për zën, sepse në këtë vend rroga dhe vendin punës nuk jepen me merit, por me servilizëm. Ju lutem, reflektoni në këto ditë festas, kur shihin fëmijët në sy, mendoni për të ardhmen e tyre. Mos rrini indiferent vetëm për të mbrojtur një vend pune. Vendi punës nuk mbahet duke ulur kokën, por duke kërkuar meritokraci. Unë që ju flas fonte vi nga diaspora, vi nga ajo pjesë që u largua me dhimbje, por kur nuk e hoqi mendjen nga atë dheu. Dhe kam një mesazh për të gjithë motrat dhe vëllezërit e mi në emigrim. Ne e dim çdo të thotë të ndërtosh jetën me djers në dhe të huaj. Por nuk mjafton më vetëm të dërgojmë para dhe të qajmë nga larg. Zëri ynë ka peshë, ne duhet të jemi grushti që gotet korrupsionin. Duhet të bëhemi bashkë brenda dhe jashtë Shqipërisë për të kërkuar llogari, transparencë dhe institucione që u shërbejnë njerëzve, jo Belindes, Ergysit dhe klaneve të tyre. Të dashur miq, ndryshimi nuk vjen vetvetiu, ai vjen kur ne ngrem zërin, pa dhunë, por me guximin e një qytetari që nuk pranon më të shkelet. Të ngrihemi për prindrit tanë që meritojnë një pleqëri me dinjitet, për fëmijët tanë që duan të rritën dhe meritojnë të rritën në vendin e tyre. Sepse Shqipëria është e jona dhe vetëm ne mund ta bëjmë atë më të drejtë, më të sigurt dhe mbi të gjitha më dinjitoze. Dinjiteti nuk ka çmim. Ju faleminderit. Të nderuar qytetar, ju që me zemër dhe shpirt